Zgjedhim pozitive për Kosovën, po vlerësohet vendimi për heqjen e masave financiare të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Menaxherja e projektit në lëvizjen Fol, Burbuqe Kastrati, në një intervistë për Ekonomia Online, thotë se ky vendim i hap rrugë rikthimit të bashkëpunimit të plotë me BE-n dhe për shpejtimit të procesit të integrimit evropian. Sipas saj, masat e caktuara nga viti 2023 kanë ndikuar në integrimin e reformës evropiane. Ne vlerësojmë jashtëzakonisht shumë heqjen e masave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, duke kjo shënon një hap pozitiv në raportin me rikthimin e plotë të bashkëpunimit institucional mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës, duke qenë që Kosova prej vitit 2023 ka qenë në këto masa, të cilat faktikisht ka qenë të vendosura në mënyrë të padrejtë ndaj Kosovës, duke ditur që këto masa kanë qenë një lloj presioni politik që Bashkimi Evropian ka vendosur të bëjë Kosovës në raport me ngjarjet e vitit 2023 në veri të vendit. Këto masa sigurisht që kanë ndikuar drejt për së drejti në zhvillimin tonë në raport me integrimin dhe avancimin e reformës evropiane në vend, me qenë se po flasim për gati 3 vite të cilat Kosova i ka humbur me miliona euro investime në qoftë në sektor jetik të vendit, në aspekt me energjinë, infrastrukturën, mjedisin, reformën në administratë publike, ashtu edhe reformën në sundimin e ligjit. Bashkimi Evropian me 17 mars i ka hequr të gjitha masat ndëshkuese të vendosura ndaj Kosovës në qershor të vitit 2023, gjë që është bërë e ditur edhe nga Komisioni Evropian.